Ti Kreshnik për shembull, çat ka penguar ty që të bësh hartën e zonave prioritare dhe ta dërgosh në qeveri? Po pse nuk e ke dërguar në qeveri? Ku e ke dorëzuar? Ku e ke dorëzuar? I kemi shpallur zonat prioritare ne, Kryeministër. Po ku i ke dorëzuar, mëse zonat prioritare nuk i shpall ti. Zonat prioritare I kemi identifikuar, i identifikon, i çon tek Ministri i Pushtetit Vendor, dhe Ministri i Pushtetit Vendor ja jep tryezës qeverisë për të dhënë miratimin. Po jemi duke pritur përgjigje nga SHK-ja, se nëse kanë probleme me Ti statusin nuk e nëse je duke pritur përgjigje nga SHK-ja, se nuk ta drejtova kot pyetjen, dhe ta drejtohet se të pash ty, po këtë pyetje mund të drejtoj të gjithë të tjerëve, edhe ty që tund kokën dhe që njësoj si ai nuk e ke bërë këtë gjë. Nëse ti pret përgjigje nga SHK-ja, ti nuk e kuptuar ligjin.